2 natë më parë isha në Hajvali. Ma mira. Ju thash edhe dega ma mirë, por Hajvali edhe dega 2 që aty qenë ka. Faleminderit nga zemra për angazhimin e përkushtimin, faleminderit kandidatëve Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë këtë garë. Hajdeni këtu me musken, se na si kemi qef kështu kandidat milion terra aty. Hajdeni këtu natë me mu, hajdeni. Hajde. Hajde Jona, Berard, Lëzem, Armen, Fitim, Valion, hajdeni këtu, hajde. Kush e ka baf Fitimin? Faleminderit. Shqoni, jemi me një moment shumë të rëndësishëm zhvillimit politike, kemi nis ditën herët sot mëngjes se jemi deri këtu, mbrëmje kërkoj falje për vonesën që patëm Lipjani vërtet ishte tërmet 7 shkallësh për 7 qershorin, si fitore e madhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe Prishtina po e përcjell dhe po e prinë edhe fitoren e madhe që na vjen në këto zgjedhje, por është shumë e rëndësishme ta kuptojmë një gjë. Ne kemi një ekip të jashtëzakonshëm politik në listën për 110 anëtarëve të LDK-s, cilët vërtet është krenari, është burri të kesh bashkëpunëtor me cilët mund dash ide, vizion, ëndra të mëdha për Republikën e Kosovës. Por mbi gjitha e kemi edhe një presidenti të jashtëzakonshëm si barës e listës Vjosa Osmani Sadrion, e cila na ka zrit fytyrën në përfaqësimin jashtë. Dhe si presidente e 6 pa tjetër se i ka mbet një rrugtim në gjysmë, do të kujdesemi sërish Lidhja Demokratike e Kosovës që t'i jap epitetin e presidentes së 7 të Republikës Kosovës. Asgjë tjetër para presidentes, asgjë tjetër para vizionit tonë euroatlantik, të nisur vitin 1989 deri më sot me Ibrahim Rogovën, liri, pavarësi e demokraci, çdo ditë secilën ditë deri në fund. Por është shumë e rëndësishme qytetarët Prishtinës ta kuptojnë edhe një gjë. Është bërë kohë e gjatë që kur qeverisja qendrore dhe ajo lokale nuk kanë qenë të udhëhequra nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ne e kemi fituar Prishtinën me plot mend e angazhim 2 herë radhazi, 2 herë rresht, 2 herë me dinitet kundër krejve, kundër zgjedhjeve. Sot sërish na duhet rigritje e madhe që t'i japim dhe Kosovës qeverisje qendrore, me të cilën më pas i japim Prishtinës ato 1.5 miliard euro cilat i meriton. Jo se po ja u falim, por sepse janë tuajat, janë qytetarëve të Prishtinës, njerëzve që kontribuojnë buxhetin e Republikës Kosovës. Dhe po, do të bëjmë edhe unazën e jashtme të Prishtinës, zotim i parë elektoral i hyni, po do ta bëjmë edhe mësimin tërditor me Jehonën, me bashkëpunëtor këtu në Prishtinë, siç e ka nis në 11 shkolla, le ta bëjmë secilë shkollë Prishtinës. Po, do ta bëjmë unazën e brendshme, unazën e brendshme të plot, sepse s'ka përfunduar, si rreth i plot për parim, jo vetëm gjysmë, po plot, dhe po do ta bëjmë spitalin edhe të Prishtinës, edhe spitalin e Kosovës këtu në Prishtinë. Janë 1.5 miliard euro për qytetin tonë, për qytetarët tonë. I kemi parë projektet e komunës, i kemi bashkërenduar këto projekte me programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe në Bërnis atje ku bëhet stadiumi i ri i Prishtinës, stadiumi i ri kombëtar i Republikës Kosovës, po edhe parku teknologjik, gjitha planet janë në vend. Çfarë po na mungon është një qeverisje që punon për Prishtinën përfundimisht. Prishtina në këto 5 vite ka qenë bllokuar, ka qenë shantazhuar, ka qenë e penguar nga njerëz që nuk e dojnë as punën, as nuk kanë vullnet, e as nuk kanë ambicie për zhvilluar. Koha është t'i bëjmë bashkë gjitha forcat, në këto 5-6 ditë mbetura, sot një javë, këtë dielen, këtë orë, bashkë me Prishtinën, le të bëjmë festën e madhe të sheshi Ibrahim Rogova, siç na ka hije gjithë. Ja nga aty t'japim mesazhin e madh për Republikën e Kosovës. Pa ju humbur kohë shumë, lejoni që në duart rokitit më të mëdha atyja. Ta ftojmë për një fjalë rasti presidentin e Republikës Kosovës, mikën tonë, Vjosa Osmani Sadrion. Natyrisht që LDK-ja nuk e don terrin, LDK-ja gjithmonë ka sjell veç dritë, prandaj edhe kandidatët tonë duhet me qenë në dritë.
Unë vërtet nuk dua t'ju marrë shumë kohë pas fjalimeve edhe të kryetarit tonë përparim Rama edhe të kryeministrit të ardhshëm Lumir Abdigjiku, por dua ta përmend një fakt që qytetarët e Prishtinës e dinë shumë mirë. Procesi i shtetëndërtimit, hapat e parë i ka bërë pikrisht këtu në Prishtinë. Këtu ka fillu gjithçka. Këtu intelektualët e parë nga e gjithë Kosova u mblodhen për t'i vënë themelet e lirisë, pavarësisë dhe demokracisë sonë, e pikrisht këto themele sot është në duart e qytetarëve të Prishtinës dhe gjithë Kosovës, që të mbrohen me ngulm e të mbrohen me çdo çmim dhe me çdo kusht. Unë e di që qytetarët tanë janë duke u përballë me shumë sfida, nga ato të përballimit të çmimeve deri tek situata vërtet e tmerrshme edhe në sistemin shkollor edhe atë shëndetësor. Megjithatë, si kryeqytet është e domosdoshme të mendohet se si mund të zhbllokohen këto projekte masive, këto projekte historike të investimit, të cilat i prezantoi kandidati ynë për kryeministër dhe të cilat do të bëhen realitet në momentin e parë që qeverisja LDK-s do të udhëheqë. Prandaj është vërtet në interesin e qytetarëve të Prishtinës më shumë se të çdo anë tjetër të Kosovës që të zgjedhet numri 113, që të mbështetet lidhja demokratike të Kosovës dhe ta kemi një qeveri qendrore që e zhbllokon çdo projekt, që e mbështet kryeqytetin si boshtin e zhvillimit ekonomik të krejt shtetit tonë, një qeveri qendrore e cila çdo ditë zgjohet në mëngjes duke menduar se sa më shumë vende pune mund të krijoj, sa më shumë investime, projekte mund të filloj dhe të përfundoj, e jo një qeveri që çdo mëngjes zgjohet duke menduar si të bllokoj të tjerët, si të linçoj të tjerët, si të manipuloj me të vërtetën dhe si ta përdor propagandën si të vetmën të arritur që e ka. Prandaj u bëj thirrje të gjithëve. Ju bëj thirrje në veçanti juve si një deg jashtëzakonisht të suksesshme e Prishtinës, që e ka dëshmuar këtë sukses edhe në zgjedhjet e fundit ku e rizgjodhet kryetarin Rama, që në këto zgjedhje nacionale mos të lëm asnjë gur pa lëviz për ta mbështetur lidhjen demokratike të Kosovës, që mos të lëm asnjë derë pa trokit, që ta rikthejmë LDK-n aty ku e ka vendin historikisht, dhe të njëjtën kohë t'i japim Kosovës institucione stabile, sepse mjaft më me kriza, mjaft më me kaos, na bën hor edhe brenda, edhe para syve të botës, ka ardhur koha që t'ja zbardhim fytyrën Kosovës e jo të bëhemi hor para tyre me këto kriza të cilat e mbulojnë vetëm mos punën dhe mungesën e përgjegjësisë. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen e juaj, ju ftoj që ta mbështesni lidhjen demokratike të Kosovës. Faleminderit për këtë energji fenomenale, dega e dytë, Prishtina e vjetër, një dorë trokite për juve të gjithëve. E mos e nalni duar trokitjen edhe për presidenten Vjosa Osmani Sadriu që është sonte me neve, e kryeministrin në ardhje Dr. Lumir Abdigjikun. Mirë se keni ardhur. Me këtë energji fantastike kemi punu tash e 4 vjetë të në Prishtinë, kemi tregu që nuk jemi propagandues, nuk flasim palavra, flasim pak e punojmë shumë. Edhe me punë i kemi zhvesh këtë sekt që s'din me punu, din vetëm me sabotu. Nuk mundem me qenë ndryshe përveç i drejt për drejt, ranës duhet me i thonë ranë, propagandues duhet me i thonë propagandues, kurtit duhet me i thonë kalzoni vetë. Po me 7 qershor me votën e juaj, votën e 113, programin fenomenal të Vjosës e Lumirit, të lidhjes demokratike të Kosovës, edhe një ekip të mrekullueshme që kanë tregu gjithmonë që din me punu, që din me formu shtet, që din me kriju institucione edhe që nuk janë për veti, po për popull. Jo si ky
demagog, jo si ky rëndës, jo si ky sekt. E keni pa, tash e 4 vjetë të blokon kryeqytetin. Po për kundër blokadave e sabotajave, ne kemi punu ma shumë se kur. Prishtina ka punu ma shumë se krejt Kosova, këto 4 vjetë, ma shumë se kjo qeveri venda. E paramendonet me pas në njeri normal në krye, që na i ka premtu 1.5 miliard, doktor Lumir Abdigjikun me prezidentën Vjosa Osmani, ku kishin shku. Ju lutës prej zemrës, mos pushoni, mos undalni, e kemi vetëm edhe një javë. Gjithë energjin, gjithë forcën, se cili njeri që dini e doni, e adoni të mirën këti vendi, dini e votoni 1-3. Lidha Demokratike e Kosovës, vetëm me LDK-n shkon vendi për para me askën tjetër, vetëm me LDK-n. Këtë e kanë pa. E kanë pa me punë në Prishtinë, pas 12 vjetë Lidha Demokratike është e para në Prishtinë, e atë bashkohemi, e së bashku ta qesim edhe verën e parë Lidhën Demokratike në Kosovë. Programi është fenomenal, e unë s'po flasë ma shumë, sepse kemi Dr. Lumir Abdigjikun këtu me na të regu edhe ma shumë për programin fenomenal, për 1.5 miliard që kemi me shpenzu për Prishtinën, e për 5 miliard tjera për gjithë Kosovën. Mirë se një ardhë, Lumir e Vjosa na prifte marrë as bashku.